Ilir Rançi u zhvendos në një fshat të vogël pranë qytetit të Elbasanit për pamje nga maja të mbuluara me dëbor dhe për një kopsht mjaftueshëm të madh për pemë frutore, pula dhe gjeladeti. Sot megjithatë peizazhi përreth është bllokuar nga një mal me mbetje shumë ngjyrshe që vjen nga një vend grumbullim mbeturinash aty pranë. Mbetjet duhet të përpunoheshin në një incinerator të ri për të prodhuar energji elektrike, por projekti është përballur me probleme të vazhdueshme operimi dhe sipas banorëve, grumbulli është arritur. Ky është një nga 3 impjantet e tilla me vlerë qindra milionë euro në qendër të një skandali korrupsioni, ku prokurorët pretendojnë se kontratat për incineratorët janë dhënë në mënyrë të paligjshme. Ministrat kanë pranuar pagesa dhe kontraktorët kanë falsifikuar fatura për punë që nuk janë kryer kurrë. Pamja nga shtëpia e Rançit pasyron efektet e vazhdueshme të korrupsionit të përhapur në këtë vend ballkanik me 2.4 milion banor, ku kryeministri Edi Rama po kërkon rizgjedhjen për një mandat të 4 të paprecedent në zgjedhjet e 11 majit, duke premtuar se Shqipëria do të pastrohet nga korrupsioni dhe do t'i bashkohet Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Nuk është ende e qartë se si ky dhe skandalet të tjera korruptive do të ndikojnë Ramën në zgjedhje, të cilat do të përfshin për herë të parë rreth 250.000 votues të regjistruar nga diaspora. Sondazhet tregojnë se ai ka një epërsi të konsiderueshme ndaj një opozite që edhe vetë është përballur me akuza për korrupsion. Por analistët thonë se kjo mund t'i kushtoj Partisë Socialiste vende në parlament dhe të dëmtojë shanset për antarësim në BE brenda 5 viteve. Në fakt, shumë ekspertë janë skeptik për afatin kohor të Ramës për BE-n, duke parë sa kohu ka marrë vendeve të tjera të rajonit të përmbushin kushtet për antarësim. Rasti i incineratorëve tregoi çfarë nuk shkon me sistemin shqiptar. Të gjitha mekanizmat mbrojtës dështuan, verifikimi i kujdesshëm dështoi. Andi Hoxha, ekspert për Ballkanin në King's College London, pas hetimeve nga prokurorët antikorrupsion të Shqipërisë, të njohur si SPAK, ish ministri i mjedisit Lefter Koka u burgos për akuza korrupsioni lidhur me marrëveshjet për incineratorët. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj u akuzuai gjithashtu, por la Shqipërinë. Avokati i Kokës nuk pranoi të komentojë. Reuters nuk mundi të kontaktojë me Ahmetajn. Banorët jashtë Elbasanit thonë se impjanti nuk ka funksionuar prej muajsh. Ekoelb, kompania që menaxhon projektin në emër të bashkive vendore, nuk ju përgjigj kërkesave për koment. Në vend grumbullim, korbat krokasin mbi mbetjet e kalbura. Kur fryn erë nga jugu, banorët mbyllin dritaret për të mbrojtur nga era e keqe. Të pyetur nëse do të votonin për Ramën, ata qeshin, nuk do të votoj kurrë për të tani, tha Rançi. Kështu janë punët në Shqipëri, tha një tjetër banor, Besim Stafa, shpenzojmë shumë para për asgjë. Mbështetësit e Ramës thonë se ai ndihmoi Shqipërinë të largohet nga e kaluara e vështirë komuniste, ku udhëheqësja Fatxhat Enver Hoxha e kishte izoluar vendin për dekada nga pjesa tjetër e botës. Në kryeqytetin Tiranë sot, banesat e zymta të kohës sovjetike qëndrojnë pranë pallateve të reja moderne dhe restoranteve e kafeneve plot gjallëri. Një pistë e re në aeroportin e Tiranës pritet ofrojë së shpejti fluturime direkte për në New York. Rritja vjetore ekonomike mbi 4% për periudhën 2022-2024 e nxitur nga tregtia me BE-n, një bum turistik dhe prodhimi i fuqishëm i energjisë hidrike i ka tejkaluar vendet e tjera në Ballkan, thot Banka Botërore. Investitor të profilit të lartë përfshin dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, kompania e të cilit planifikon të ndërtojë një resort luksoz në një ishull të pabanuar në brigjet e Adriatikut, duke shqetësuar disa banor lokal. Vendi u hoq nga lista gri e task forcës financiare për veprim kundër pastrimit të parave në vitin 2023 për shkak të përpjekjeve në luftën kundër pastrimit të parave. Kjo është pjesërisht fal SPAK, i themeluar në vitin 2019, që nga ajo kohë ka konfiskuar 200 milionë euro nga veprat penale të korrupsionit dhe krimit organizuar. Rama ka fituar mbështetje nga perëndimi duke pranuar emigrant nga Italia dhe duke streuar afgan në pritje të vizave për në Shtetet e Bashkuara. Në mitingjet e kësaj jave, Rama valviti flamuj të BE-s: "Ne jemi tek porta e Europës, dhe ajo deri tani është e hapur për ne", u tha ai mbështetësve në qytetin lindor të Pogradecit. Kritikët thonë se Rama ka përqendruar shumë pushtet, ka dështuar të çrrënjos korrupsionin dhe ka tentuar të mbyll gojën opozitës me akuza të fabrikuara për korrupsion, akuza që Rama i mohon. Kushtet e dobta të jetesës dhe papunësia e lartë kanë nxitur emigrimin në masë. Popullsia është zvogluar me 420.000 që nga viti 2011 deri në 2023, tregojnë të dhënat e censit. Gjatë vitit të kaluar ka patur shpërtime të përsëritura të razirash për shkak të akuzave ndaj udhëheqësit të opozitës Ali Berisha nga Partia Demokratike, i cili është vendosur në arrest shtëpie. Berisha, i cili ka punësuar një firmë lobimi në SBA, pjesërisht për të përmirësuar imazhin e tij në Washington, u zyrtarisht konsiderohet persona non grata, thotë se akuzat janë të motivuara politikisht. Ekspertët thonë se vendi mbetet një qendër për bandat kriminale që kërkojnë të pastrojnë miliarda euro të fituara nga trafiku i drogës dhe armëve në mbar botën. Kjo, sipas tyre, shpjegon praninë e Range Roverave dhe pallateve të reja shkëlqimtare, por shpesh bosh në Tiranë. Të dhënat e censit tregojnë se rreth 1/3 e banesave në Shqipëri janë të pabanueshme, shumë më tepër se në shumicën e vendeve të BE-s.
Shqipëria është një nxënëse e mirë në letër, por i mungon zbatimi. Tajurida Tabaku, deputete nga Partia Demokratike, ne duam që standardet të përmirësohen për njerëzit, standarde në jetën e përditshme, qoftë në ekonomi, arsim dhe shëndetësi.